Dëmi që I ka bërë zonja Eleni Kocaqi Shqipërisë dhe shqiptarëve është I pandrejshëm, sepse ky dëm është hedhur në letër, nuk ndryshon më. Edhe sikur ajo të tërhiqet, armiqtë e Shqipërisë I marrin gabimet e saj të rënda dhe I përdorin kundër shqiptarëve. Dhe do t'i shikojmë gabimet e rënda të Eleni Kocaqit. Çfarë etniciteti kanë patur trojanët? Qytetërimi I Trojano-Dardan është një nga qytetërimet më të lashta dhe më të ndritura që ka njohur njerëzimi dhe së bashku me qytetërimet e Kretës dhe atë Etrusk, përbëjnë bazën e atij që quhet qytetërimi europian apo perëndimor, pasi që qytetërimi grek dhe ai romak nuk janë gjë tjetër veçse derivate të këtij qytetërimi. Populli Dardano-Trojan I Azisë së Vogël është quajtur nga autorët e antikitetit si populli I parë që ka banuar në këtë vend, që pas përmbytjes së madhe, dhe Dardani si I pari njeri që ka lindur në atë tokë. Për herë të parë në histori, Dardanët përmenden si aleat të hititëve në betejën e Kadeshit në vitin 1272 para Krishtit, kundër mbretit legjendar Ramses II të Egjiptit. Të dhënat e tjera rreth tyre jepen nga Homeri dhe më pas nga autorët antik. Dardanet e Trojës ishin qendra ose kryeqyteti I perandorisë Trojano-Dardane, që përfshinte të gjithë Azinë e vogël me një influencë që shtrihej nga Gadishulli Ilirik deri në Europën perëndimore. Troja është qytetërimi më I lavdishëm I racës europiane. Nga Troja dhe rrethinat si Thrakia, Iliria, dëshmohet se kanë origjinën pothuajse të gjitha dinastitë dhe kombet e Europës perëndimore, kështu që është e rëndësishme të përcaktohet se cilët ishin trojanët dhe çfarë etniciteti kanë patur ata. Dashur pa dashur, zonja Eleni Kocaqi ne na bën të ardhur nga Azia e Vogël, sepse dialekti jonik I Homerit është folur në Azinë e Vogël dhe jo në Hellad dhe jo në Shqipëri. Troja nuk ka qenë perandori, por ka qenë një qytet I vockël I perandorisë hitite. Dhe hititët kanë shkruar në pllaka prej balte të pjekura me fjalë shkronja sumere, të cilat janë zbërthyer me shumë vështirësi dhe tregojnë për një gjuhë indo-europiane të ngjashme me shqipen, por jo shqipe. Pra të thuash që qendra e qytetërimit shqiptar është Troja, do thotë të na bësh ne të ardhur këtu. Kuptohet që të gjithë të ardhur janë në Europë. Por gënjeshtrat e zonjës Kocaqi nuk kanë fund, sepse nuk është Troja origjina e dinastive të Europës, por është perandoria romake e cila u shkatrua nga gotët rreth viteve 479 të erës sonë, mbas Krishtit, dhe dal nga dal kolonitë romake u kthyen në shtete të cilat fillon të përdorin dialektet e gjuhës latine. Këto janë dinastitë perëndimore që janë dhe sot. Pra nuk ka lidhje me Dardanët dhe Trojanët. I ndan një hark kohor prej disa mijëra vjetësh. Pra kemi të bëjmë me një person I cili manipulon njerëzit e thjeshtë që nuk din asgjë, që nuk lexojnë. Dhe është shumë e rëndësishme të shpjegohet dëmi që ka bërë Eleni Kocaqi Shqipërisë dhe shqiptarëve, sidomos kur ka dalë në televizion dhe ka thënë që shqiptarët janë grek dhe grekët janë shqiptar. Pra, praktikisht, ajo kërkon pushtimin pa luftë të Shqipërisë nga grekët, meqense asaj I pëlqen kaq shumë Iliada dhe Odisea, që nuk I ka lexuar, thjesht merr fakte nga Wikipedia dhe u ja jep juve. Është shumë e turpshme. Shikoni vetë filmat pasardhës.